Sensibilizimi për të mbajtur pastër një nga zonat më të rëndësishme të Vlorës, si dhe një ndryshe moshkria e qytetit, referuar dhe ditës ndërkombëtare të pyjeve institucionet vendore, shoqëria civile dhe nxënës të shkollave janë bërë bashkë në një nisëm pastrimi për pyllin e sodës, një aksion i cili do të jetë në vazhdimsi edhe për muajt e ardhshëm. Qëllimi mbetet jo vetëm pastrimi, por dhe largimi të gjitha pemëve të dëmtuara apo të rrëzuara. Kryetari i Bashkisë Vlorë, Ermal Dredha, e ka cilësuar shumë të rëndësishme pastrimi në këtë zonë që i përket të gjithë qytetit dhe që duhet mbajtur e ruajtur nga të gjithë. Kjo edhe për faktin se Vlora mbetet dhe prioritet për turizmin, ndaj dhe mbajtja pastër ndikon në këtë fakt. Më vjen mirë që edhe mediat lokale janë edhe përfaqësues të mediave kombëtare janë këtu prezent sot me ne për ta përqafuar dhe për të na mbështetur në këtë nisëm që ne kemi ndërmarr, edhe për shkak të ditës ndërkombëtare të pyjeve, në fakt që ka qenë ditën e djeshme. Ne planifikuam që të dalim gjithë bashkëdita institucionet, po edhe nga shoqëria civile, të bashkojnë sa e nisme të pastruar pyllin e sodës. Nuk është era e parë që e bëjmë në fakt. Megjithatë, kjo është edhe një thirrje për të ndërgjegjësuar gjithë qytetarët, gjithë banorët e qytetit të Vlorës, të jenë të kujdesshëm sa i përket edhe hedhjes mbeturinave në çfarëdo lloj vendi apo momenti që munden. Nuk duhet më, sepse realisht ne sado që të mundohemi ta pastrojmë apo të ndërgjegjësojmë komunitetin, është thuajse pa mundur nëse nuk jemi të gjithë bashkë. E kemi bërë për vit, e kemi bërë disa herë në vit në fakt, marrë shkastu edhe nga viti 2024, kemi bërë një gjithë ngjashme, ka qenë viti i pyjeve që ne shpallëm vitin që shkoi. Jo vetëm me pastrim, por edhe duke pas një seri, po themi aktivitetesh sa i përket edhe mbjelljes së pemëve, jo vetëm në zonën e pyllit të sodës, por edhe në Novosel, në mbani mend kemi qenë të gjithë bashkë. Duhet realisht të ndërgjegjësohen të gjithë, sepse është ambienti i përbashkët. Është Vlora jonë, është qyteti jonë, gjithmonë e promovojmë dhe trumpetojmë fort që është një destinacion turistik si asnjë vend tjetër, të paktën për ne që jetojmë këtu. Duhet edhe ambienti të jetë siç duhet. Abuzimet me çdo lloj mënyre në pyllin e sodës, si ndotja apo zjarrvënia, duhen ndëshkuar. Ndaj edhe përgjegjësi i sektorit të pyjeve, Ilir Nika, ka konfirmuar se tashmë qytetarët mund dhe duhet të lajmërojnë çdo rast abuzimi në këtë zonë. Aksionit për pastrimin e pyllit të sodës është një nisëm që do vazhdojë në muaj në vazhdim, siç foli dhe kryetari pak më para. E dim që të gjithë që kjo është një trashëgimi natyrore që ne duhet ta ruajmë dhe ta mbajmë, pasi është për qytetin një nga hapësirat e gjelbra dhe është një aset, si mund të thosh, një rekreacion turistik që do jetë në të ardhmen. Ne si sektor pyjor kemi bërë pjesën e ankandit për pastrimin e gjithë drurve të rënë dhe mbetjeve që ka në pyllin e sodës, pasi këto është një nisëm që do vazhdoj për 2 muaj në vazhdim. Dua të ftoj të gjithë qytetarët që shikojnë individ pa përgjegjshëm ose biznese lokale që hedhin mbetje ose dëmtojnë pyllin, ta denoncojnë. Këto i kemi bërë 2 tabela për kacje, një në hyrje të pyllit dhe një në dalje tek kanali, për numrat e telefonit që do jenë të disponueshëm 24 orë për çdo denoncim dhe për çdo shkelje që do bëhet. Pastrimi në pyllin e sodës do të jetë tashmë edhe në vazhdimsi, me qëllimin që kjo zonë me vlera të jashtëzakonshme të jetë ambienti që duam të gjithë.